Në protest të gjithë i madhe i vogël boll në zgjedhjen e Zegjines, llumi analfabeti shoqërisë. Ka njerëz të mençur dhe me dije ky vend, të gjithë në shesh poshtë hajdutë, gjakpirësit, të lëpirësit e shtetit kriminal Fatmira nga Durrësi. Mirëmëngjes, nuk e kuptoj sa shumë anti-shqiptar na janë shtuar gjithë deputetë e Ramës, janë hajdut duhet digjet parlamenti, se ky nuk quhet parlament, por bordelhane. Dhe t'i dalin Ramës në aeroport ta ndalojnë të zbresi. Okej, që të rrezohet kjo qeveri ka dy rrugë. O strategjia e Kalit Trojës, ose popullit marrin armët dhe dalin në mal. Edi ndryshe nuk dorëzohet. Strategjia e Kalit Trojës. Dhe pyetja është në këto momente, kush është? Mos ndoshta është më mirë të jetë Pele Trojës? Telefonat. Ndoshta. Ta dëgjojmë telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Gjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Sa lloj proteste duam sot? Po. Ne duam një protest pa prishur, që të dalin gjithë popullit, duam një protest pa prishur ambientin e qytetit. Që të dalin, kupton? E kuptoj. Që bëri mirë ajo Grida që e hoqi atë Leila Zhduku, i tha në studio. E pesa bukuria tha Zhduku në studio, i tha. Jo, nuk shoh emisione porno. Edhe pesi sa i gjykatësit të dalin me bicikleta, mos të dalin stadiu me 10 turproja, të dalin me bicikletë, jo me 10 metra në shtëpia me makinë. E pesa bukur e sa. Jo, pra se nuk shoh emisione porno. E pesa bukur e ndoqi Grida në studio. Jo, se nuk shoh emisione porno. Zhduku i tha në studio. E kuptoj, po nuk është se më bën përshtypje skenari në për filma porno. Zonjë se ka bërë. Ja, i tha shumë bukur ajo. E kuptoj, zonjë, po. S'na intereson. E pe ai s'fa ju si tha, të Jo, pra nuk e pash se nuk shoh filma porno. Mos më dali 10 metra me makinat, kurse i naftën, tha, e pe si tha ai. Jo, pra nuk e pash se nuk shoh emisione porno. Po nuk i shikon se s'leverdis, prandaj. Jo, po nuk i shoh, kam gusto tjera, shoh gjëra që më pasurojnë. Jo, ne shikojmë edhe tuajt, shikojmë edhe të tyret, kupton ti, të gjitha i shikojmë. Jo, pra nuk i shoh. Po ç'është e gustosh kjo? Po ne pse i shikojmë? Ne zgjykojmë gustot e asnjërit. Ne pse i Pse i shikojmë? shikojmë tuajt neve? A pse i shikon ti, po, është problemi jot, jo imi. Përshëndesim zonjën, ta presim një telefonat në WhatsApp. Shumë e impresionuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Më thoni. Me Flavion. Me Flavion po flet. Me Flavion po flasë? Me Flavion po flet. Mirëmëngjesi Flavion. Mirëmëngjesi zonjë. Fuqishëm shumë. Ne bukurinë, Flavio. Ne shohim bukurinë. Nuk shohim se sa lekë kemi pensione. Nuk shohim Se kush është i bukur, Amon? Ka materiale në për... Po. Në ndigjon tari? Të dëgjova, po një sekond. Kush është i bukur një që e shif kena bukurinë? Ajo që foli para meje. Ne kuptoj. Ne shohim se sa bukur flasim. Sa flet për drita suma, edhe ajo tjetra. Po se ka ilaçe në për spitale. Sepse ka ashtu që thonë pensioni jonë po shkon fundrin që s'po na del një dite po me shku me blanë pazar. E të gjitha që janë që kemi në mangësi, rime shofim sa bukur ka fol filani, sa bukur ka fol filania. O ju hongër të motja, ju hongër. O ju shqis panukla, ju shqis një copa mishi. Të kisha vite pa gjuar. Ngrehemi gjithë pensionistët, ngrehemi sa jemi, sa s'jemi, por rrim vejmë me në bukurin që fol, ajo, Grita. E kuptova. E vlerësoj zonjë. Faleminderit për telefonatën tuaj. E përshëndesim zonjën. Se ishte replika. Po qatë, ne do së postojme në